Tyrat e dëshpërimit se në bordin e paqes do t'ulet partia e një pjesë të shqiptarëve dhe jo Shqipëria e të gjithë shqiptarëve, kudo janë, në çdo truall ku jetojnë ata që flamur mbi të gjithë flamujt kanë atë të Skënderbeut e të Ismail Qemalit. E ndërkohë që ky partneritet, bosht kryesor i politikës jashtme shqiptare dhe garanci e pozicionit ton euroatlantik, fiton një kuotë të re historike, edhe një herë akoma, Shqipëria vlerësohet si një aleate e çmuar nga aleati i saj i madh, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në pazarin e Tiranës politike numërohen të ftuarit. 10 jo 10 po sa, 210 jo 210 po sa, 60 jo 60 po sa, 10, 120 etj. Ne nuk e dim ende se sa udhëheqës janë ftuar nga presidenti Trump në kohë e kapacitetet të ndryshme apo do të ftohen për t'u bashkuar nismës së tij globale, por dim me siguri që as në Argjentinë, as në Turqi, ku udhëheqësit e atyre vendeve ku më të mëdha se sa vendi ynë e kanë njoftuar publikun për ftesën, nuk ka pasur kurfar debati mbi madhësinë e numrit të antarëve të bordit paqes. Përkundrazi, përfshirja e vendit ndër të ftuarit është konsideruar diçka pozitive, e mirëpritur dhe pranuar me falënderim. E nëse për ato vende dhe të tjera në përmasat e në peshën e tyre të madhe gjeopolitike, kjo është diçka pozitive, për Shqipërinë e vogël, kjo është diçka e jashtëzakonshme, me një përmas e peshë historike. Bordi i paqes përfaqëson një qasje të re, të ndryshme nga modele tradicionale të trajtimit konflikteve dhe mekanizmat ekzistues të menaxhimit të krizave. Ai lind në një kohë ndryshimesh të mëdha për botën dhe ofrohet si një prirje e re që sfidon inercinë në terrenet e konflikteve të shtresëzuara me dekada të tëra, duke synuar ndërtimin e një paqe që funksionon dhe i reziston kohës. Ne shohim këtë nismë si një përpjekje të fortë dhe fisnike për të shkuar përtej deklaratave politike apo angazhimeve formale në kërkimin e zgjidhjes së qëndrueshme të konflikteve. Përvoja jonë si vend që ka dalë nga një errësirë e thellë, ka lënë pas raporte të vështira dhe ka investuar në paqe, në bashkëjetesë, në bashkëpunim rajonal pa kufi, por më lejoni të shtoj, edhe modeli ynë i jashtëzakonshëm i bashkëjetesës fetare janë një vlerë e shtuar që Shqipëria do ta çojë në tryezën e lartë të bordit të paqes me statusin e antarit themelues, i cili jep Shqipërisë një mundësi historike në formësimin e vizionit, parimeve dhe zgjidhjeve të bordit paqes në të mirë të njerëzimit. Sipas statutit, antarët themelues kanë zë të barabartë dhe peshë reale në drejtimin strategjik të këtij organizmi, prandaj kjo ftesë nuk është vetëm një nder i madh, por është një përgjegjësi e lartë shtetërore, madje mbi të gjitha një përgjegjësi e lartë shtetërore. Më vjen vërtet keq për nevojën për të komentuar edhe politikisht, nuk do doja, kur në fakt ky i bordit paqes ishte fare rasti për t'i mbushur kanalet dhe portalet me opozitarizëm shiu e bore, por ishte në rastin më opozitar momenti për të heshtur. Por besoj se kjo ftesë është e mjaftueshme për të zhbërë të gjitha fabrikimet që kanë qarkulluar kohët e fundit lidhur me qasjen e administratës së presidentit Trump ndaj qeverisë tonë apo vetë kryeministrit, cilat kulmuan me agresionin dezinformues ndaj vendimit të brendshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të rishikuar politikën e vizave të qëndrimit e lejeve të punës në Amerikë për gati gjysmën e vendeve me të cilat SBA-t kanë marrëdhënie diplomatike. Të gjithë ata që pas një përgjegjshmëri publike u turën ta helmojnë publikun me parullën Shtetet e Bashkuara vendosën Shqipërinë në listën e zezë, duke komentuar me ngazëllim gënjeshtrën se vendimi në fjalë na lidhej me ndërshkimin e narkoshtetit të tyre imagjinar, e kanë marrë përgjigjen as më shumë dhe as më pak, po direkt nga presidenti Trump, i cili ka nënshkruar në letrën e tij se Shqipëria është një partner i mrekullueshëm dhe Edi Rama është një udhëheqës i respektuar botërisht. Jam e hapur për pyetje. Po me radhë, ta fillojmë nga breshti i parë. Po. Eksela Sheu, Euronews Albania, zonja Spiropali, pas ftesës që keni marrë dhe ju lexuat një pjesë të saj të presidentit Donald Trump, a synon Shqipëria të jetë antare e përhershme në bordin e paqes? Faleminderit.
Duhet të sqaroj që në fillim se bordi i paqes nuk është vetëm për Gazën, edhe pse zgjidhja e situatës në rripën e Gazës sigurisht ka një urgjencë më të madhe dhe buron edhe nga plani i paqes i presidentit Trump me 20 pika, ku tani në fazën e dytë për planin gjithëpërfshirës, pas kalimit të rezolutës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuar, rezoluta 2803 e 2025-s, i hapet rrugë krijimit të bordit paqes. Dhe dua këtu dhe gjej rastin edhe për shkak të pyetjes tuaj të kthej disa përgjigje të shkurtra në lidhje me detyrimet, por dhe me angazhimet në vijim. Jo, nuk ka detyrime financiare, është një ftesë nga presidenti Trump, pra e drejt për drejt. Nuk ka angazhim tjetër përveç se angazhimit të shpallur botërisht dhe që ne sot e deklarojmë për marrjen pjesë në këtë bord, dhe sigurisht që Shqipëria me statusin e antarit themelues të bordit paqes do shoh në vijim angazhime të cilat burojnë edhe nga statuti. Por është një organizëm sui generis, por që as pak dhe për asnjë arsye nuk i kundërvihet Kombeve të Bashkuara, përkundrazi rrjedh nga një rezolut e Kombeve të Bashkuara mbi krijimin e bordit paqes, por edhe mbi implementimin e planit Trump për paqen në Gaza. Po. Zila Mishtima nga Report Televizion. Në letrën e presidentit Trump, bashkangjitur, siç përmendët edhe ju, ishte statuti, por edhe plani i gjithëpërfshirës. Kryeministri Rama kur njoftoi për ftesën, qartazi njoftoi edhe pranimin e ftesës Donald Trump. Po cilat janë hapat që do të ndiqen tani më, do duhet ratifikohet në parlament, a e ka pranuar zyrtarisht Shqipëria ftesën, dhe nga ana tjetër ka po ashtu analiza të shumta, jo vetëm Shqipëri, por edhe ndërkombëtare që e cilësojnë këtë lëvizje të Shteteve të Bashkuara si një anashkalim të Kombeve të Bashkuara të OKB-s. Pra si shihni ju këto analiza apo këtë fakt? Ftesa është e qartë dhe sigurisht nuk është asnjë lëvizje promocionale, nuk është asnjë reklam për cilin presidenti Trump nuk ka nevojë, po është një plan shumë i qartë, i detajuar dhe vizionar mbi krijimin e një bordi i cili në asnjë moment nuk i mbivendoset Kombeve të Bashkuara, të paktën nga sa ne po shohim qartësisht nga statuti dhe nga udhëzimi për mënyrën e operimit, por është një mekanizëm shtesë bashkëpunimi që buron edhe nga rezoluta e Kombeve të Bashkuara, që afron si shtete me një rëndësi të posaçme, dhe këtë nuk e them për nga matësia, por për nga koherenca, qëndrueshmëria dhe luajaliteti në aleance përtej, por edhe me element, me individ, me njerëz të shquar, të cilët mund të kontribojnë në këtë përpjekje shumë fisnike. Sa i takon më pas respektimit të statutit të udhëzimeve, ato janë aty për gjithë për të parë. Sigurisht që Shqipëria e pranon këtë ftesë dhe ne do jemi të gatshëm që përmes respektimit të atij statuti, që është shumë i qartë si për firmën që duhet japin përfaqësuesit më të lartë shteteve, ndaj është ftuar edhe kryeministri i Shqipërisë nominalisht, ashtu dhe për procese të tjera, ne jemi të gatshëm që në bashkëpunim me vendet që do jenë në këtë bord, por edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me partnerin ton strategjik, të koordinohemi në çdo hap. Ambrozia Meta nga Syri Televizion. Si shpjegon Ministria e Jashtme deklaratat disa mujore të administratës Trump dhe të ambasadës amerikane në Tiranë, e cila përgjatë gjithë muajve të fundit ka si refren për Shqipërinë, pra në diskursin e vet për Shqipërinë, dominohen nga kërkesa për të luftuar krimin e organizuar, kartelet e drogës dhe pastrimin e parave. Një gjuhë që zakonisht përdoret për vende problematike dhe jo për një shtet antar të NATO-s, pyetje parë, dhe pyetja e dytë është, a keni dieni nëse do të ketë një vizitë në Shqipëri të vajzës së presidentit amerikan Ivanka Trump dhe avion qeveria shqiptare me planin